Cili është mesazhi për ata që po të ndjekin institucione apo familjar apo veproj drejtësia, valla, du vetëm drejtësi. Nuk kam bëu as gjyq civil se është fol gjithmonë për tokës, për problemi është fol sepse thelbi i çdo gjoje ka ardhur nga kjo. Se deri sa tu hapte trashëgimia, ajo shtëpia që du me prishë ato hanin buk. E kuptoj. Hyni me dilin. Tash lëvizin du vetëm drejtësi. Kryesorja është ajo e dajës dhe nona imi që është gërdit. Edhe unë tash. Çlidhe kanë këto dy këtu. Se i bjen që s'ja kanë as konstruktorët, as firmës, as ashu. Gjetë kush e la urdhë që të vini. Kontrollohen telefonat, gjenat. As i problem. Nuk e di. Ti e di, Recep, që ne do të kemi gjithmonë një sim nga ty, dakord? Faleminderit, ju falenderoj me shpirtin. Faleminderit, është thjesht detyra jonë. Mos e kjo më shumë mund ta them edhe këtë fjalë. Patjetër. Kjo pron rezultatet në emrin tim, kur hyrën për këto, as nuk e di, nuk o mblidhe fare. I njëjti notar që tezja i ka shit burrit vet 4800 metra, me 13 janar 2024 unë kom qenë në Itali, merr certifikat në emrin tim, edhe është luru kjo prona. Është bot denoncim të krimi ekonomik, asgjë. Nuk e di ku jetoj. Nuk e di. Nëse fotot me Ogerda Monasiliun të çokan shumë më larg, pse s'bën ti një foto me Ogerda? Jo, kanë dhe me Lalierin. Pse s'bën ti një foto me Lalin, s'bën dot foto tani po, me Ogerdën paktën që është jashtë. Pa masëm do mbi rradhës, të shti kulmi durimit. Unë po përpiqem bilesën dhe aty, as nuk ngrej dorë, as ashu, se unë e di që mua do më njisin çdo gjë. Nuk e di. Në qoftë se është e mundur, nxjerrin videon që është prish shtëpia e gjyshit, se më dhem shpirti. Duhet ishte në emër të gjithëve. Nuk e di nëse e kanë në këto momente regjia, se jemi sekondat e fundit. Mund ta bëjmë dhe më pas ta mbyllim? Nuk kam përshtypjen se nuk e bëjmë dot. Recep, megjithatë dëgjoj. Duke e ditur historinë tënde, jam i bindur që do rikthehesh. Në kuptimin e keq të fjalës. Po nuk do s'ma merr mendja se do më shifni më te spaku dhe kështu se. Se ku do dalësh tani? Po tentova të shkosha në kryeministri 30 metra larg prosesuesve të tjerë. Kur? Dje? Të martën e kaluar. Po javën e kaluar. 3 orë gjysmë marrën dhe të arrestuan? Po. Edhe më sekuestruan armët e krimit. E vërtetë është armë krimi në Shqipëri. Çfarë armësh kishin? Tabelat. Ato pankartat që mbahet të spaku. E vërtetë është armë krimi në Shqipëri. E mbyllim këtu, miq të dashur, kjo është edhe Shqipëria e gjithëve ne. Shihemi nesër. Faleminderit.